Rreziku i shtuar për daljen e lumit Vjos nga shtrati, por edhe parashikimet për rreshje, si dhe prurjet me intensitet të lartë, kanë bërë që në njësinë administrative Novosel, përgjatë të mërkurës, gatishmëria të ishte maksimale. Prej mbrëmjes të së mërkurës, ushtria ka punuar në fortifikimin, si dhe ngritjen e nivelit të argjinaturës të lumit Vjos, teksa situata është monitoruar me dron edhe nga ajri. Në Novosel, përgjatë të mërkurës, ka qenë prezente edhe qendra e lëvizshme e monitorimit të mbrojtjes civile për të parë situatën në të gjithë gjatësinë e lumit Vjos. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu ka mbërritur përgjatë mbrëmjes të së mërkurës në Novosel, ku ka parë nga afër situatën. Në fjalën e tij për media, Vëngu theksoi se monitorimi ka vijuar gjatë gjithë ditës në të gjithë basenin, por edhe në orët e vona të mbrëmjes. Sipas Vëngut, pritet një ndërhyrje e thelluar në argjinatur me synim forcimin e saj, por edhe përmirësimin e mbrojtjes së zonave të rrezikuara. Ai bën të ditur se forcat e armatosura janë dislokuar në fshatrat me risk, ndërsa qendra lëvizëse e operacionit do të vijojë të jetë prezente në Novosel për të parë situatën emergjente. Që është e vërtetë, gjithë baseni i Vjosës ka qenë në rreshje intensive që nga orët e para të mëngjesit dhe përgjatë gjithë ditës ka qenë në monitorim të rreth në të gjitha pikat që ne kemi, zakonisht tradicionalisht matjet bëhen nëpërmjet me Maliaj dhe padyshim edhe në Novosel në Mifol. Të gjithë treguesit tregojnë që duhet jemi në alert maksimal, nuk ka kaluar rreziku, përkundrazi. Rreshjet vijojnë edhe në pjesën më jugore të vendit që furnizojnë Vjosën në tërësi. Ndaj dhe kemi gatishmëri maksimale, sidomos në Brugderdhje dhe praktikisht në zonën e fitores Ferasit dhe Bishanit, pavarësisht se kemi bërë të gjitha njoftimet, lajmërimet paraprake, qoftë për banorët, qoftë për bizneset, do kemi dhe një dislokim shtesë të forcave në terren në mënyrë që në qoftë se do duhet të kryejmë evakuimet, jemi në kushte optimale për ta bërë. Në momentin që flasim, kemi një situatë hidrometeorologjike, siç e thash, ku fronti nuk ka kaluar ende, madje do intensifikohet mbi gjirin e Vlorës dhe Vlorën, pra praktikisht kemi edhe një vëmendje shtesë për sa i përket qytetit në vetvete, ku masat parandaluese vijojnë edhe në këto momente me pastrime apo ripastrime të kanaleve ujrave të larta apo kanaleve puluese. Ato që shihni rreth nesh, praktikisht janë njësër masash që janë marrë që prej 48 orësh që nga momenti që ne bëm Komitetin Kombëtar të Emergjencave Civile dhe sinjalizuam që Vjosa do kishte problematika në të gjithë basenin dhe veçanërisht në Brugderdhje, patëm disa ndërhyrje rehabilituese të argjinaturave të cilat vijojnë edhe në këto momente, se siç e thash, puna nuk ka mbaruar dhe rreziku është ende prezent. Të mërkurën, deri në orët e vona të mbrëmjes, prezent në njësinë administrative Novosel për të parë nga afër gjendjen e Vjosës, por edhe punën e bërë për masat parandaluese, ka qenë edhe prefektja e Qarkut të Vlorës, Evisa Lushi, kryetaria aktual i Bashkisë Vlorë, Elisa Lili, por edhe kryetaria zgjedhur e bashkisë, Brunilda Mersini, si dhe përfaqësues të tjerë të pushtetit lokal dhe atij qendror. Ndërsa ka patur një përqendrim të shtuar të forcave të policisë në terren, të cilat kanë kontrolluar zonën për të evidentuar qytetarët, banorët që mund të kenë patur nevojë për ndihmë, por edhe për të ndihmuar në evakuimin e tyre të mundshëm, ku prezent në terren ka qenë edhe drejtuesi i policisë së Qarkut, Elidon Çela. Mbrëmja e së mërkurës, ashtu siç edhe pritej nga parashikimet, ka sjellë një shtim të fluksit të prurjeve në Novosel, çka ka bërë që në orët e mëngjesit të shenjtes, niveli të rritje ndjeshëm duke shkuar në mbi 7.2 metra.